Qysh na thot Allah në surën Hujurat, a ka qef dikush prej juve me hangën e mishin e vllaut vet për së vdekni. Tash çfarë po të jep me kuptu ky ajet, nëse morëm një skenar praktik. Për shembull, ka dikujt vllau dhe na shkojna gjithë bashkë në varrim. Kur shkojna te varrimi te xhenazja, ato para se me e fal xhenazën, ai fillon m'ia hiq shefinin vllaut vet, edhe fillon me hangër mishin e tina. Qa na duket ky njeri? Krejt na kena mërzit fort, kena me ndjek keqardhje të madhe. Qysh mishin e vdekun. Ai veç m'ia prek trupin njerit të vdekun, është një farë lloj trishtimi. Sa është i ngort, fillon më ftof në komon gjendjen e kësaj bote. E jom tash m'ia hiq qefinin, edhe me fillu me kafshu, e mu të mush goja gjak e misht të vllaut. Që kjo është gibeti. Apo thomë në jo, Allahu ka thonë kështu. E ndaj, kur të njëna dikën të përgoju, më na u kujtu që kjo skenar. Ose kur e kujtujna vetën që këna përgoju, më na u kujtu që kjo pamje e me ndje fort keqardhje. E ta shta me ba, më shku me i thonë ati të këm përgoju, jo, nuk bën. Se pastaj shejtani shtyn mes juve. Po ku e ke përmen për keq, përmen e për mirë, edhe kërko falje prej Allahut, jep naj sadak për shpirtina, bënë një të zotë që të sadaku në që këm përgoju për japin për ta, të i kërku falje zotit, e kështë më ra, por jo me shumë i thonë të këm falje për ty, se pas taj veç prish ma shumë. Ndaj që kjo është më shëshru me keqardhje, një njeri që ndjen keqardhje me zemër, të regon se pendimi ti është për një me. E një njeri që e ka keqardhje veç mas gjunajt, e ke po dikush, bën, Allah në rujt zina, ndjen keqardhje veç mas sojna, e mas 2-3 dita për të këthejt. Ja, kësë është keqardhje, kjo është një ndaj momenti që e ka plan robën për me të regu që jetë të bokesh, po së është pendim i kërkunke. Ndaj më mundu robi me bo pendim të qenë qatë.